Pas mosmarrëveshjeve të shumta, qeveria gjermane ka arritur sot marrëveshje për ndihmat sociale, ku do të ketë disa ndryshime serioze. Marrëveshja për reformën parashikon edhe sanksione më të rrepta deri në heqjen madje të ndihmave për ata që refuzojnë punë të rekomanduara dhe të arsyeshme, siç thuhet, dhe nuk duan të punojnë me një fjalë. Ndërsa zbatimi i marrëveshjes është planifikuar të fillojë diku nga mesi i vitit 2026, por të shohim pak detajet e kësaj marrëveshje. Pas mosmarrëveshjeve të shumta javën e shkuar, me të cilat ju kam njoftuar, qeveria ka rënë dakord për detajet kryesore të reformës së ndihmave sociale. Marrëveshja duhet të miratohet, siç e thash, në qeveri, pastaj edhe në Bundestag e Bundesrat, por miq të dashur, zakonisht pas një dakordimi në qeveri, pra në koalicionin qeveritar, nuk ka edhe probleme serioze në parlament. Plani i ri parashikon heqjen e të ashtu quajturit Bürgergeld, ndërsa ndihmat në të ardhmen do të quhen thjesht mbështetje financiare për sigurinë bazë. Reforma parashikon sanksione më të rrepta për ata që refuzojnë punët e ofruar, apo për ata që pa justifikime nuk shkojnë në terminet e parashikuara në agjencinë për punë apo në qendrat e punësimit. Përfitimet mujore në të ardhmen mund të ulen menjëherë me 30% për 3 muaj nëse një person refuzon punët e arsyeshme, siç thuhet. Ata që humbasin vazhdimisht takimet e tyre në qendrën e punësimit do të përballen gjithashtu me ulje të ndihmave. Ndërsa, nëse dikush pa ndonjë shkak refuzon 3 herë të paraqitet në job center, ndihmat do të pezullohen tërësisht, kështu thuhet në marrëveshje. Në raste të caktuara mund të hiqen edhe ndihmat për vendbanim, sepse me ndihmat e Bürgergeld jepen edhe këso lloj ndihmash. Reforma parashikon dënime më të rrepta edhe për punëdhënësit që marrin punëtor në të zezë. Sa do të jenë këto dënime do të caktohet më vonë, por ju me siguri që edheni miq të dashur se puna në të zezë mund të sanksionohet për të huajt, jo vetëm me dënime financiare, por edhe me largim nga vendi. Sa do të jenë saktë dënimet, unë me siguri që do t'ju njoftoj në ndonjë video tjetër, por ta dini që dënimet janë shumë të larta edhe për punëdhënësit. Ashtu quajturi Bürgergeld është futur në fillim të vitit 2023. Për momentin, këso ndihma marrin rreth 5 milion njerëz, gati gjysma prej tyre janë me origjinë të huaj, ndërsa numri më i madh i të huajve që marrin ndihma vjen nga Ukraina, pastaj nga Siria, nga Turqia, Afganistani etj. Shqiptarët nuk janë në grupin e 10 popujve që më së shumti marrin ndihma sociale. Ndihmat sociale për momentin janë 563 euro në muaj për të rritur, ndërsa për fëmijë varen nga mosha e fëmijës. Por personat që marrin Bürgergeld marrin ndihma edhe për ngrohje, marrin ndihma për vendbanim, energji elektrike etj. Ndaj, shpesh ndodh vërtet që ndihmat sociale të jenë gati të barabarta sa disa rroga që shkakton natyrisht edhe mospëlqime, mospajtime serioze mes atyre që punojnë dhe atyre që marrin ndihmë. Si të qoftë, qeveria ka arritur tani marrëveshje për reformën e ndihmave, ndërsa kjo reformë duhet të miratohet dhe pritet të futet në fuqi nga mesi i vitit 2026. Ndërsa unë me siguri që do t'ju njoftoj detajisht kur të miratohet pra në parlament dhe kur të dihet saktë se në cilën datë do të futet në fuqi. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim.